Ëndrat apo veshjet janë padyshim dhurata më e bukur për fëmijët me rastin e festës së vitit të ri. Por kujdes, sepse disa prej tyre janë të rrezikshme. Inspektoriati Qendror Teknik ka inspektuar tregjet e kryeqytetit dhe ka konstatuar se disa lodra e veshje janë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Këto këpucë të kuqe nuk janë dhurata e duhur për një voglushe, pasi sipas inspektorëve, materiali i tyre është hidrofob, shkakton djersitjen e këmbës dhe me kalimin e kohës sëmundje të lëkurës dhe myk. Sholla e këpucës përmban sasi të kufizuara plastifikatori, të cilat janë në produkte të katraneve. Ato janë komponime kimike aromatike dhe përpasoj janë kancerogjene. Taka së bashku me supertakën janë shumë të forta, pa elasticitet dhe shkakton lodhje probleme në shtyllën kurrizore. Kujdes edhe nga ky buzëkuq, ngjyrë lejla apo e kuqe, me kapak transparent, pasi ai ka përmbajtje plumbi më të lartë se norma e lejuar. Analizat kanë vërtetuar se ai shkrin në temperaturë më të ulët se ajo që parashikohet në standard. Një tjetër produkt që nuk duhet mbajtur në shtëpi është edhe rrushi dekorativ, ngjyrë vishnje errët me kokra të buta plastike, pasi ngjashmëria e tij me produktin origjinal krijon iluzion tek fëmia, duke rrezikuar gëlltitjen e tij, çka mund të ketë pasoja fatale. Rrezikshmëria qëndron tek fakti se kokrat e tij mund të shkëputen fare lehtësisht, me një forcë prej më pak se 50 Newton, dhe ato futen plotësisht në grykën e cilindrit të testimit. Në shumë tregje këto produkte fatmirësisht nuk gjenden, pas eliminimit të tyre nga kontrollet e autoriteteve, por nuk përjashtohet mundësia që ato të gjenden në tregje të ndryshme dhe që për rrezikshmërinë e tyre të mos jenë në dijeni as shitësit.